kështu, unë shpesh vin atje vajzat dhe gratë dhe ju them shiko, ju mungojnë 3 gjëra, sepse ju thash, shëndeti është kryesori. E para është vitamina D. Vetëm në Shqipëri quhet vitaminë. Vitamina D është hormon. Është hormon për shëndetin e trurit, për shëndetin e zemrës, për shëndetin e kockës, dhe vitamina prodhohet nga lëkura. Dhe vitamina D, që të arrijë në normën e vet, nuk është e vërtet që thuhet nëpër letra, nëpër laboratoret e Shqipërisë, që 30 është normale. Jo, s'është vërtet. Nuk nisemi nga shifra, nisemi nga mosha. Normalja te gratë dhe te burrat duhet të jetë 55. 70-75 është norma, 100-150 është maksimalja. Por ama vitamina D është hormoni prindërimit, të bën prind, është hormoni i shtatzanisë dhe është hormoni i jetëgjatësisë. Dhe një grua dhe një burr që ka vitaminën D10 është i fundit. E dyta është ferritina. Hekur. Ferritina është hekuri i rezervë hekur në gjak. Pra, nëse ti frigoriferin e ke bosh në shtëpi, kjo do të thotë që paca e kockave, shpretka, mëqia dhe nëse në këtë botë ku gjithçka e ka bërë dorë njeriu, dhe këtë studio e ka bërë dorë njeriu komplet të gjithë, dhe këtë e ka bërë, një gjë ka bërë Zoti që ne jetojmë, që është oksigjeni. Oksigjeni se ka bërë njeriu. Dhe ky oksigjen që të vijë dhe të na japi jetën neve, duhet karburanti. Dhe karburanti është hekuri. Dhe ky hekur duhet të ekzistojë në gjak. Dhe gjaku e ka ngjyrën e kuqe nga hekuri. Kështu që kur mungon ferritina, ferritina është rezerva e hekurit të gjak dhe është një domethënie e madhe për ushqimin qelizor të trurit, të zemrës, të tërë sistemit të organizmit. Dhe grave ju themi kohësisht që ju mungon dhe hormoni lumturisë.